Zjarri i shkaktuar nga përcjellësit e energjisë elektrike ka djegur sipërfaqe të konsiderueshme me ullishte dhe shkurre përgjatë rrugës automobilistike në fshatin Balaj, në Lushnjë. Era e fortë ka thyer degët e pemëve, të cilat kanë rënë mbi tela dhe pasojat janë të rënda. Fatmirësisht, banorët kanë rendur dhe me ujin e pompave që vadisnin tokat e kanë shuar zjarrin që po shkonte drejt banesave. Janë mbi 50 familje në fshatin Balaj që kanë investuar vetë për linjën elektrike dhe shtyllat e hekurta prej pothuaj 2 dekadash. Deri sot nuk ka asnjë investim nga OSHE për të rregulluar situatën dhe banorët shprehen se vit pas viti linja elektrike shkakton zjarre. Linja elektrike. Linja elektrike u bë shkaktare. Ajo u bë se janë me shtyllë hekri. Edhe ashtu që kam aty ke shtëpi, unë beton që kështu në atë e kam blerur vetë. Edhe këto i kemi të blera gjitha. Gjithë investim kaq vite e keni bërë vetë personalisht si lagje? Vetë. Po nga OSHE-ja, nga bashkia ka pasur në një... Jo, asnjë lloj nime fare. Asnjë lloj nime. Po kështu jetoni, e merrni korrentin gjatë me investimet tuaja? Me tonë, bilis ne kemi marrë shikoni të gabinin e lartë, e kemi pas marrë atje me 500 bela, më sa ne paguam vetë, e murë me bëm gabinin këtu. Edhe gjitha investimet tona kanë qenë. Zjarri dieshëm çka ka dëmtuar këtu, te kjo faqe. Ullishten, vetëm ullishten. Fati mirë që këtë doli lagja më tanë e preu, mos merë të zdo kështë marrë fshati lartë e zjanën.